Njeriu që timonin e Partisë Demokratike të Kosovës e mori në vitin 2021. Më 12 nëntor dha dorëheqje duke e lënë të zbrazët karrigen e kryetarit për pak ditë. Membri Krasniqi njoftoi se më 17 nëntor, të hënën që po vjen, do të mbahet konventa e partisë e cila do të sjellë emrin e ri që do të udhëheqë partinë më të madhe nga ish bloku opozitar. Me zhvillimet brenda PDK-s nuk është i kënaqur Enver Hoxhaj, antar i kryesisë tash, e që për një kohë ka qenë kryetar në detyrë i partisë e madje edhe kandidat për kryeministër. Për Hoxhajn që zhvillimet brenda PDK-s i ka cilësuar të befasishme. Ndryshimi i datës së konventës do t'i jepte kohë delegatëve dhe antarësisë që të njihen me kandidaturat dhe platformat e kandidatëve për kryetar. Për një vendimarrje kaq të rëndësishme, kërkoj që procesi zgjedhor të shtyhet në mënyrë që gara të hapet për të gjithë dhe baza të ketë kohën e duhur për të shprehur vullnetin e saj pa presion dhe pa imponime. Dorëheqja e kryetarit, e shoqëruar me preferenca për pasuesin, krijon përshtypjen e skemave të sajuara e të paragjykuara, të cilat nuk e çojnë partinë përpara. Unë jam qartësisht kundër çdo imponimi, kundër çdo tentative për të orientuar garën dhe kundër çdo formule që shpërfill bazën dhe delegatët. Pakënaqësisë së Hoxhajt i është kundërpërgjigjur sekretarja e përgjithshme e PDK-s Vlora Çitoku. Për televizionin Dukazhini ajo e ka konfirmuar se data mbajtjes së konventës nuk do të ndryshojë sepse thotë se u caktua në përputhje me statutin e partisë. Ne e inkurajojmë dhe mirëpresim ngaren e brendshme. Çdo antar apo antare që i plotëson kriteret e përcaktuara me statut, është i mirëseardhur të kandidojë. Gara do ta bënte konventën edhe më madhështore. Për secilin prej nesh, qofshim në garë ose jo, është thelbësore që në përfundim të këtij procesi të dalim të unifikuar, me vizion të qartë dhe me platformë të fortë për zgjedhje të përgjithshme që na presin shumë shpejt. Deri më tani vetëm Bedri Hamza e ka shpallur kandidaturën për kryetar të PDK-s.